Atë që e nisa në fillim është që realiteti i shoqërisë ku jetojmë është që ka një egoizëm tepruar, ka një ne jemi shoqëri e dhunshme dhe ka një dhunë e ti e ndjen dhunën në çdo gjë, e ndjen në komunikim, e ndjen në raport me shtetin, e ndjen në raport me ata që janë sipër teje dhe tentojmë sillemi keq me ata që janë poshtë nesh në thonjza. Po në thelb unë mendoj që njerëzit duhet të reflektojnë, duhet të kthehen tek e mira, sepse askush nuk u mbet nëse kthehet tek e mira dhe tek le të themi tek të zbuluarit të vlerave njerëzore. Kjo është shumë e rëndësishme dhe unë këtë mesazh kam. Sidomos për të rinjt, jetojnë në një kohë ku Instagrami, TikToku i ka bërë të kenë iluzione të një jete të bukur. Në fakt jeta duhet jetuar çdo ditë, në thelb të saj duhet jetë familja, njerëzit e dashur, duhet punuar, nuk është e thjeshtë, por nuk është aq e bukur sa që bën Instagrami dhe TikToku. Kështu që me këmbë në tokë, duke luftuar për çdo ditë për të bërë një jetë më të mirë.